Hajde, Krusita, do të arsye pse. Jos Marku, Mateo Bori dhe Gjasula. Tani, Jozin e dim që është talent njëherë, s'kemi çfarë i themi. Bëhet fjalë për talent në shtëpi këtu, jo talent. Po pra, talent në shtëpi. Jo talent në Big Brother. Po. Mateon e kemi parë po zbulojmë rrugës. Po. Gjasulën se kishim parë ndonjëherë, kështu Pak që fjalë? le ta marri çmimin, ta meritoni. Kemi një talent të ri në shtëpi. Të përgatiten dhuratat nga produksioni për talentin e ri. Gjasula. Jo, Manush, se por shifsh Aredin ishte çiki çuditur për talent në shtëpi. Talent në shtëpi janë ata që knojnë dush. Kur la. Ta pra se për në rrugë s'lejmë në Ajo është ideja. Ka përshkaqena në rrugë. Ti kjo si thot, në rrugë s'lejmë, thotë se ka përshkaqena rrugë. Jasol, një viçim. Ata e ke disë Brikenës, Franceskës. Krusitën edhe mund të heqesh as këngëtare, po përfuzim në Krusit. Shumë e vështirë, njerë të tre gocat e bon kënduan shumë bukur, besoj. Çmimin e merr? Po, shumë e vështirë. Ja kthej prap. Jo, nuk quhet Krusita, le Krusitën jarë se jo, nuk këngëtare. quhet, okay. Është këngëtare. Po edhe Jozi nuk quhet, pra kështu i bie. E ka mundësi. Zemër ka mundësi si jemi ke Egli Tako këtu, jemi ke Tombarela. Tani më zgjidhni midis francezët dhe brikenës. Hajde, klikime, doni klikime? Ja zgjedhja. Qa kujtoni se kuptuar të loj? Që shpëtosh bëja kujt i bie i 10-ta edhe Kushon Drejtën Manush. Francesca kishte skaletën dorë dhe më duket u hutu. Po Brikena se që kishte ca lule të bukura, edhe më boni përshtypje shumë. Mendimi im. Atere, fal pak, po ndroj Antar Jurie. Që do bëti? Si pas Jozit, kush e fiton? Tani, unë kisha thonë që Brikena më mirë. Brikena më mirë? Po. T'ja lejmë prezentuesen Franceskës. Po është adabe kësaj. Filloj këngën. Për këngë. Dhe Brikena e ka një surprizë muzikore, po, mund të them apo? E falenderoj shumë Jozin, edhe pse mendoj që Francesca ka pak më të mirë se Onzanin, por që të falenderoj shumë. Atëre stop, më falni. Edhe një sekondë i marr futbollit. Gjasula se ta lash mes. Sa u bëre gati thonë një emër midis Brikenës dhe Franceskës dhe ti. Ma thuaj shpejt? Francesca. Faleminderit. 1-1 Manush. Ja, 1-1. Këtu i vepi. Jozi zgjedh Brikenën, Gjasula Franceskën. Dhe ne gjithë bashkë zgjedhim profesor. Një film shqiptar 30 sekonda. Me luftë. Me luftë. E s'është me luftë. Ky s'është me luftë. Ora është 10 pa i qërek, kemi ko Për një surprizë, patjetër. diskutim për Gjermaninë apo ride që ke Brazili. Ka ne movion Brazili në gjë interesante, Jemin? Apo 3-0 ishte rezultati pastër nga gjithë aspektet? Se goli para është faul për Ajetin, nuk e dha. Quhet gol. Brikeni kuriozitet interesante. Në fakt, unë deshta me pyet Gjeminin diçka. Gjemini apo Jemini? Ah, okay, Jemini. Gjemini. Në fakt, deshta me pyet Jemini. Jo, Gjemini. Okej, tash, unë deshta me pyet një gjë se dje kam këqyr ndeshjen Amerika-Australi, edhe kam bërë se ai arbitri që është dëmtu, ka shku me njëra asistentja dhe i ka jap një lëng me pi, dhe është shëru me njëherë, dhe deshta me pyet se çka është ai lëngu që i ka jap me pi. Qa e ka shëru këtë shpejt? Love portion. Lëngu i dashurisë. Ai ka pësuar një treqe aty, në atë moment edhe i kanë dhënë. Po interesante kjo ndryrë, ç'a mund të jetë me vërtet? Sepse ajo ngriti me herë në këmbë. Ai në atë moment do ngrihej, pavarësisht pijes. Më shisi e piu ai edhe. Ai ka pësuar një lloj kontrakti. Veta çfarë shkopi bleca për ne? O Manush, ai ka pësuar një kontraktim muskulor, duket se nga mënyra si i bën stretching aty dhe i ka dhënë një lang që duhet të jetë nga këto kundra dhimbjeve. Kundra dhimbjeve, nuk e di se. Qa pije ti kur arbitroje? Përveç sa ajet dru, qa pije? Manush. Qa pije kur rëzor, jam kurioz. Shiko se qa lajmi bëhet, qa lengu është ai. Thuaj që ai me një kontraktim u rrëzua, kurse mua me 30 veta në fush nuk u rrëzova. Thuaja pra që nuk u rrëzova. Ka qenë në laçë. Ishte elegante valla ta vinin gjithë tak. Jo, po nuk u rrëzua. Ai nuk është dëmtuar. Jo, nuk u rrëzua.
Po u thy dhe rekord. Nuk u çua nga lëngu. Tani më... Po Manush, Amor. Lorenzo, kur ka pas arbitru, ka pas pirë Akima në ferre, edhe çoj në kom direkt. Ja të thonë ti re. Kosta, ti nuk e di Kosta. Ajo që tha ai lidhet me ty me zonën. Kur ka arbitruar ai në Laç, Po, e kanë gjymuar shumë njerëz Lencin. Më të shpejt edhe zonës tuaj, po se kapshin dot. Ai s'kishte pi longën e ferë, kishte pi Gjak Luani. Lenci. ishte shumë e thellë kjo. Atëre kemi një moment bukur tani. Tash në fillim është moment surprizës, Janë turme po. vërtet. Sorry, nuk e dëgjova zemër. Nuk e kanë Atëre pas kemi- seriozisht. Po se kanë pas seriozisht. E mbyllim situatën e Brazilit, ka një fjalë fundi për Brazilin apo eci përpara? Hajde çik spektakël tani.